Jam tani Tanasi ose Artan Tanasi dhe Zoti më ka bërë një dhuratë të çmuar që nuk ka të vyer, që vlerësohet me gjithë arin e botës, bile edhe më shumë se me arin e botës. Zoti më ka mësuar gërmat e alfabetit në mënyrë perfekte. Perfekcion i është zakonshëm, sepse një nxënës shkolle mund t'i ngatroj gërmat dhe mund që kës t'i thot C ose lës t'i thot A, por perfekcioni i punës së Zotit me mua është frutëdhënës. Të tjerët mundet t'i kenë mësuar gërmat me mësuesin të koka, kurse unë të koka pata Perëndin, të gjithë diturin, të gjithë pushtetshmin, Alfën dhe Omegën e çdo gjëje, Alfën dhe Omegën e të gjitha gjërave, fillimin dhe mbarimin, jetën dhe vdekjen. Ai që ka qelçat e ferit dhe të paresës, ai më mësoi gërmat pa alfabet dhe pa vajtur kur në shkollë dhe pa vajtur asnjëherë në shkolla. Kjo është një mrekulli fund e krye, një mrekulli që nga fillimi deri në fund të punës që ka bërë Zoti me mua. Mund të mësosh notat e muzikës me vesh, por gërmat e alfabetit nuk i mëson dot vetë, sepse është një gjë shumë e komplikuar se notat muzikore.
Unë mendoj se kjo është një gjë e jashtëzakonshme, e mbi natyrshme. Dituria për mua nuk erdhi nga toka, po nga qielli. Dituria për mua, dituria ose shkolla për mua, shkolla për mua, shkolla për mua nuk erdhi nga toka ose nga mësuesit në tokë, po nga mësuesi i vetëm që është në qiell, nga Perëndia atë birë dhe frymë e shenjtë. Fryma e shenjtë më instaloi ngermat në trurin dhe në memorin time. Dhe unë u bëra i ditur, mu hapën sytë, ashtu siç i verbri kërkon dritën e diellit, ashtu edhe mua mu hapën sytë dhe tash po shërbej Zotit duke e lexuar Biblën, shkrimin e Biblës. Pra, ashtu si verbri kërkon dritën e diellit, dhe dikush që quhet Krisht ja jep pa paguar asnjë monedhë, asnjë astra dhe asnjë denar, asnjë dinar, asnjë lek, asnjë dollar, asnjë euro. Ashtu dhe mua, Zoti më mësoi gërmat pa mbajtur dhe pa patur nevojë për shkollë, sepse shkolla ishte ai vetë. Amen. Qoftë lavdia, mençuria, dituria dhe drita me Perëndin. Amen.